Dhe këtë draft dokument ne kemi paraqitur te Ministria e Punëve të Brendshme dhe te Ministria e Mbrojtjes, shkaku se duhet çdo kush të di mënyrën dhe se si i bën hapat e mëtitjeshëm për të siguru gjak dhe produkte gjaku për qytetarët në nevojë. Dhe jemi afër përfundimit të këtij protokolli, të cilin duhet ta nënshkruajmë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe të Mbrojtjes, gjithmonë në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Shëndetësisë, dhe të jemi të gatshëm, mos dash zoti që të kemi këtë lloj situatash, mirë po ne duhet të jemi në nivel dhe në gatishmëri për këtë lloj situatash, se si duhet menaxhojmë me këto. Në situata e Koçanit ishte një fatkeqësi për masave të mëdha, mirë po konkretisht institucioni jon ishte i gatshëm që të përmbush nevojat e atyre pacientëve të cilat trajtoheshin fillimisht në klinikat e Shkupit dhe më pastaj u transferuan edhe jashtë vendit, u transferuan ne edhe pse kishim edhe një situatë tjetër që qytetarët vetë u ofroheshin në qendrën tonë për të dhuruar gjak, duke pasur parasysh momentin që ndodhi dhe situatën, edhe kjo është për të përshëndetur